Lufta në lindjen e mesme po sjell pasoja dhe në sektorin e bujqësisë në Lezhë. Rritja e çmimit të naftës, plehrave kimik dhe inputeve bujqësore ka vënë në vështirësi fermerët në këtë periudhë, e cila përkon edhe me kohën e mbjelljeve të pranverës. Në Zadrim, një ndër zonat me rendiment të lartë në bujqësi, të pakët janë fermerët të cilët po punojnë tokën. Ata thonë se kostoja bazë prodhuese është rritur 30 deri në 40%, çka është e papërballueshme për ta. Në këto kushte, ata kërkojnë mbështetje nga shteti. Unë kam 100 hektarë tokë, si kam marrë me qira. Unë nuk marra si subvencionim për shtetit, përse nuk ashtë toka në bazë të ligjit, e kanë bazë tokat vetë, nuk e kanë me ligjë 7.500 fermerë të tokë. Edhe unë i kam tokat pas i letër. Shpimi i nafsa rrit, shpimet e pleneve kimike në rrit, edhe na ka qëjpë, kur gjë puna me bua problemin na, bjetë shpimi. Pa tjetër, ka një ku shumë. Dhe si pasojmë raba do të shtot edhe shpimi i punimeve të tokës. Naftën e mora 2.140 lek. Mund të shifni edhe në tabelë si është atje, sa që pik leverdijet me dalë kush nuk ka. Që se në rrët shpimet barbordë, statosferë, po s'ka kush të katë, unë asun për vedi në tokë teme s'kam leverdi me i punu. Kosët e plugimit kanë shku me i fjallë ka kënë 17, si mas zetorit, zetori me t'i korpsa ka punu me 18, a me 3 vesh ka punu me 17, a ke për asysh tash barabar, tash ka shku 20.000 lek. Ekonomia fshatit bazohet me blektorin, dhe po të shojsh rritjen e plena kimike, farnave, të gjithave naftës e këto, dhe ashtë në vërgjësi të fshatin mbetet pas nuk ka. Janxhi për tokën në Janxhi që po mjetin sot, nuk po hedhi plena kimike se nuk del mundësia ekonomike për ta blej. Fëmija i vogël që do ndhim për mu rrit. Dhe po nuk shef fermeri i fshatit, pra në ndimes, dhe më thanë qyteti do ketë mungesa ushqimore me gjithave të kufill me bazën më kryesore që është për të familjen. Përballë rritjes së çmimeve, të shumtë janë fermerët të cilët kanë nisur të heqin dorë nga bujqësia, duke i lënë tokat pa i punuar, çka e dëshmojnë edhe pamjet e fokusuara në zonën e Zadrimës në Lezhë.